Do zgjedhim disa personazhe shqiptar sipas stilit të veshjes bashkë dhe do themi çfarë stili arkitekture do t'i binoje ti si arkitekte. Po, për shembull mua të parës. Mendoj që ti duhet të kesh një stil modern të ndërthurur me neoklasike, por me disa mobilje one piece, që do të thotë disa mobilje mjaft luksoze të veçanta dhe që janë të një dizajneri mjaft të famshëm. Blendi Fevzion, që është njëri që udhton shumë në gjithë botën. Interierin e tij e imagjinoj me disa ngjyra të forta, të errta, por në stil minimalist. Dhe duke qenë se ai udhton, besoj do të ketë shumë suvenire në shtëpinë e tij, të cilat unë do t'i kompozoja në një hapësirë të pastër, ku do t'i jepja rëndësinë e duhur secilit nga suveniret që ai ka. Marim Alban Skënderaj, që është një nga artistët më të mirë shqiptar, do ta shikoja në një apartament ose penthouse të madh, në një sipërfaqe rreth 200 metra katror, në një zonë mjaft urbane, në qendër të Tiranës, ose në qendër të New Yorkut, po, dhe të ketë një sipërfaqe shumë të madhe xhami, ku do lejoj depërtimin e dritës, por gjithmonë në stilin minimalist të shikoj. Prap me integrimin e natyrës brenda patjetër. Duke vallëzuar unë dhe ti që thamë se sa ishim me fat duke ndarë të fundit kafshat me Miriam Canin. Po. Dhe njerëzit shikojnë nga jashtë vetëm siluetën e atyre të dyve që vallëzojnë. Po, e shikojnë nga kati 12. Dhe unë shkruaj poshtë Life is happening somewhere. Flori Mumajesin. Mendoj që do ketë një stil shumë të veçantë, si këto shtëpitë e Parisit me stilin bohemian, aty ka çdo gjë në lidhje me artin, jo vetëm me muzikën, por edhe me pikturën, vepra arti të cilat janë mjaft ekspresive. Për sa i përket ngjyrave dhe materialeve, mendoj që një prekje bordo në një kënd ose në një divan ose në një poltron, pra një xhaku i cili është i ndezur dhe lëshon ato shkëndijat e zjarrit dhe mendoj që në këtë ambient Flori do ishte mjaft i frymëzuar për t'u rikthyer muzikës, pse jo. I bëjmë ftesë Florit të kthehet në muzikë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.